Skandali Epstein duket se ka tërhequr vëmendje të madhe në Britani, të madhe edhe për shkak të përfshirjes së ish princit Andrew, por edhe të ish zyrtarëve, ish kryeministrit, por edhe një shkrimë të Daily Mail, i cili hedh ide se Epstein mund të ketë qenë një agent i KGB-s, Mossadit izraelit, pra gjithçka çfarë ai ka bërë të ketë qenë në shërbim të një farë shantazhi që ju bëhej shumë zyrtarëve të ndryshëm. Jakub Azemi, pedagog në Universitetin College London, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë për diskutuar pak çfarë po ndodh në Britani të Madhe pas publikimit të kësaj dosje. Zoti Azemi, mirëmëngjes, faleminderit shumë që jemi ne. Përmëndej që më keni thirë, në fillim t'ju bëj një korrektim në nuk jam pedagog tashmë, por jam i afishuar tek University College London, ku kam bërë studimet dhe tashmë së fundi kam publikuar një libër nga studimet e mia. Për t'ju kthye pyetjes tuaj po, dosja Epstein marrë në fund publikimi dhe dikun rreth 3 milion faqe, kopje, dokumenteve cilat ashtu dikun citohen të jenë liruar nga në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përsëri ka godit ish princin Andrew, i cili tashmë është i zhveshur nga të gjitha atributet mbretërore dhe kualitetet e tjera të cilat i ka gëzuar në mbretërinë e bashkuar, në familjen mbretërore, i cili tashmë bën një jetë praktikisht të izoluar. Lirimi këtyre dosjeve tashmë po natyrisht ka shkaktuar dyshime të mëdha se Jeffrey Epstein ka qenë në shërbim të shërbime sekrete sikur të Mossadit izraelit apo edhe të KGB-s. Mirë po, këto mbeten në domenin e spekulimeve, ndoshta janë më shumë spekulime në teoritë konspirative të medjave të publikut, cilat për shkak të aksesit madh që ky individ kishte tek njerëz me fuqi si në fushën politike, financiare, akademike, domosdoshmë që ato teoritë konspirative e lidhin ata me mundësitë të qenionit spion në shërbime. Zoti Azemi, një individ i tillë si mund të kishte gjithë këtë akses, sepse të pasur ka bota sot, por nuk është se kanë këtë akses tek zyrtarë të lartë, nga ish president të Asamblesë së Këshillit të Europës, edhe zyrtarë të tjerë. Pra, shumë zyrtarë me një akses edhe me një komunikim gati miqësor, personal me të. Pra, kjo ngrit pak dyshime, apo jo? Gjithsesi, këtu është edhe krejt ajo enigma se si ka arrit ky me pas një rrjet të tillë, një network, një miqësi me gjithë ata njerëz të fuqishëm nga, siç i përmenda, 3-4 fushat më të rëndësishme në jetën publike të jetës të shteteve, të bashkisë shteteve. Dhe ky akses te këto qarqe, te këta njerëz në pozita kyçe, këtë e bën më enigmatik edhe domosdoshmërisht që teoritë konspirative se ky duhet këtë qenë. Jo mund, po duhet këtë qenë në shërbim të një fuqie të madhe të agjensive të fshehta, është legjitim natyrisht. Por deri tani nuk ka evidencë, hard evidencë, si quajmë ne në jargonin akademik, nuk ka evidencë që ky të ketë qenë drejt për drejt i lidhur të ketë punuar për këto shërbime. Deri tani nuk kanë dëshmuar se ka marrë pagesa nga shërbimet zyrtare të këtyre shtetës, qoftë nga Mossadit, qoftë nga KGB. Mirë po, domosdoshmërisht 2 apo 3 pyetje shtohen, duhet shtrohen për me dalë deri në fund sagës e Jeffrey Epstein. Njëra është se kush e facilitoi, kush e ndihmoi këto në periudhë aq të gjatë
për të jo qasur për viktimat, kryesisht vajzat e treja në mosh 3, ato nga mosha 13 vjeçare e tutje. Kush ka ditë që ky ka pas akses te këto viktima, tash duhet me quajt viktima, edhe nuk ka ba asgjë për me ndal, edhe pse ishte mbrojtur ky për aq kohë gjatë. Duhet kujtojmë që në vitin 2008, nëse nuk gaboj, ka pas një gjykim për Jeffrey Epstein në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe aty ai kishte arrit me lidhjet e tij, kishte arrit të marrë një aranzhim nga gjyqi, nga ato nivelet gjyqësore, që të mos ndigjet nga gjyqet federale, dhe kështu kishte kaluar me një ndëshkim pothuajse minimal 13 muaj apo diçka, të cilin e kishte kryer me shërbime të ndryshme. Natyrisht ky vjen duke synuar me ju përgjigj asaj pyetjes nga ky ka pas lidhje me atë zonjën Maxwell, e cila tashmë është e dënuar dhe povuan dënimin në burg, por shërbimet e saj, trashëgimia e shërbimeve vjen nga i ati i saj. Ai kishte qenë një Robert Maxwell, ka ishte qenë një tajkun i mediave, një njeri shumë i pasur, njeri involvuar në politikën britanike, me lidhjet forta si në SBA, si në vende tjera, dhe kur kishte vdek, ai kishte pas dëshiruar dhe dëshira e tij i është respektuar të varrosej në Izrael. Kështu që lidhjet e tij me Izraelin, me këto domosdoshmërisht i kanë shtuar teoritë konspirative që ky duhet këtë qenë në shërbim të shërbime sekrete. Si thash më herët, nuk ka evidencë deri tani, por lidhjet e tij aq të fuqishme me personalitet aq të mëdha, duke përfshirë edhe ish-kryeministrin Ehud Barak, domosdoshmë që i japin legjitimitet këtyre teorive. Mirë, duket se e gjithë vëmendja në fakt është e përqendruar tek ajo çfarë përmbajnë dokumentet e publikuara tek skandalet, të cilat në fakt janë të tilla, të përfshirjes kryesisht të personave që janë edhe personalitete publike, politikanë e të tjerë. Por, a mendon se duhet hetuar edhe aspekti tjetër, pra që ky ishte thjesht një njeri që po e përdorte këtë, një manjak, po them, që po e përdorte gjithë këtë histori për vete dhe për të fituar ndoshta edhe një farë kredibiliteti, apo për të pasur akses tek njerëz të fuqishëm, apo ishte në shërbim të një tjetër agende? Është vështirë me ditë tani që nëse ky ka qenë në shërbim të një agende apo më shumë agendave politike të fuqive botërore, këto natyrisht po aludojmë tek izraelitët dhe rusët, është vështirë me ditë derisa nuk prodhohet evidencë konkrete. Tani për tani nuk ka të publikuara diçka. Zakonisht ato dosjet të cilat i lidhin individet me këto lloj evidencash janë kryesisht ato ana financiare ose dokumente që cilat e vërtetojnë atë. Deri tani nuk është prodhuar një evidencë e tillë. Por si thamë më herët, lidhjet e tij me këto shtete, me këta individ, të cilët janë të vendosur në pozita kyçe, krijon dyshime të themelta që ky mund të i ketë shërbyer agenda të ndryshme, sepse pyetja shtrohet, si është e mundur që të jenë incizuar, regjistruar gjitha ato aktivitete seksuale nëpër ato, siç quhen në jargonin gazetaresk, në honey traps, domethënë ato aranzhime të cilat njerëz qofshin edhe burrshtetas më të nivelit më të lartë botëror, bien prej
e atyre indulgjencave seksuale të tjera. Si është e mundur që gjitha ato të jenë, apo një mori e madhe të tyre të jenë regjistruar dhe tani janë të gatshme. Vetë premtën e kaluar janë liruar dikon rreth 900.000 imazhe me 200-300.000 video dhe dikon rreth 3 milion faqe të dokumenteve. Gjithsesi këto lindin dyshime. Ai ka qenë në bashkëpunim me shërbimet fshehta apo thjesht kemi të bëjmë me një grup cili ai i kanë shërbyer atij siç është zonja Maxwell, të cilët tani kanë shërbyer për interesat veta dhe këto incizimet i kanë bërë për siguritë vet, për të mbrojtë vetveten, është diçka që duhet me prit, ndoshta në një të ardhmen të afërt mund të kemi evidencë ma konkrete nëse i kanë shërbyer dikujt apo jo. Si ndikon tek familja mbretërore? Ka qenë një skandal i përmasave tepër gati në nivel tragjik me thonë drejtën, sepse familja mbretërore kishte marrë një goditje tepër të madhe me vdekjen e princes Dianës, tashmë 2-3 dekada po banë, edhe mezi kanë arrit pak a shumë të ndalen, thashë thëmet, për konspiracion të gjëja të vrasjes, saj tjera. Edhe ky skandali i tij e mban familjen mbretërore në lupën e publikut edhe ky që dy vitin 2019 më duket kur doli skandali u publikuan nga një gazetare britanike në Panorama në BBC, nëse nuk ka bëj BBC ka qenë, i cili në atë kohë Prince Andrew i refuzoi të ketë qenë involvuar në lidhjen e tij me një minorene aty në ato komplekset e Jeffrey Epstein, ma vonë pastaj u demantua se nuk kishte treguar të vërtetën dhe tash vitin 2025 atë doset e tij e tjera e ekspozuan të tërin dhe detyroj oborën mbretëror ta zhvesh nga të gjitha atributet mbretërore dhe po tashmaj është një figurë kompromituar fatkeqësisht dhe nuk zën respekt, është i braktisur nga familja, nga të gjithë tjerët, edhe të them drejtën nuk përmban ndonjë senzacion medial ma tepër, ai si të themi s'ka ku shkon më keq. Ndërsa deklarate e kryeministit Starmer 2-3 ditë më herët më parë që ai duhet të jap dëshmi në Kongresin Amerikan, është një sugjerim interesant, sepse e mban gjallë sagën e të tij, por nëse ka evidencë që din ma shumë, kjo na kthen prapë ajo pyetja që në vazhdim, në një të ardhmen të afërt, ndoshta do të gjejmë ma shumë evidencë konkrete, fakte konkrete se nëse Epstein ka qenë i lidhur me shërbimet e huaja apo jo. Se prince Andrew ka ndonjë informacion të tilla apo jo, është vështirë me ditë, nuk besoj që do të ketë një informacion të tillë, sepse në atë rast ai do të kishte vepruar në kundërshtim me interesin publik britanik dhe ai nuk do të shpëtonte as burgut në atë rast. Po edhe vetë laboristët u përfshin nga skandali pas tërheqjes që u detyruan fakt të largohet edhe si ambasador në Shtetet e Bashkuara, Mandelson, por edhe të jap dorëheqje nga vetë partia laboriste. Absolutisht, Peter Mandelson ka qenë një nga gjigantët e politikës edhe filozofisë laboriste. Ai ka qenë në tandemin Blair Brown në atë trekanëshin, po ky ka vepruar më shumë në prapaskenën e politikës laboriste edhe ka qenë një fikser, si që thojnë në këtë jargonin politik, i përmasave shumë të mëdha. Ka qenë një diplomat shumë i njohur, edhe natyrisht të detyruar të largohej. Ishte çudi e madhe ai të jetë vazhduar të kërkoj shërbimin nga Epstein derisa ishte në burg, edhe të shkoj të jetoj në ato
komplekset e tia ishte diçka që shumë publiku është befasuar, po natyrisht Starmer, i cili njihet me një kredibilitet etik, e detyroi të jap ndërheqje më shpejt, dhe kështu që ai Peter Mandelson tashmë është larguar nga politika laboriste. Po, sistem është diçka e pabesueshme se si ai ka arritë të infiltroj aq shumë njerëz me ndikim të madh si në politikë, në ekonomi, në biznes, në rrafshin akademik. Është një çudi e madhe, qoftë madje edhe akademiku i njohur Noam Chomsky, se emri i tij përmendet në këtë dosje. Është diçka duket sikur të jetë bërë si një lloj mode atje, që kushdo që ka fuqi materiale të shkon dhe të shijoj ato indulgjenca, është diçka e ka vu politikën perëndimore në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shembull, të dy kampi demokrat dhe kampi republikan, të dy palët e kanë shfrytzuar këto saga, këto dosje për të bërë akuza njëna palë tjetrës, dhe lirimi i dosje tash kjo vala e dytë që ishte, apo e tretë, premten e kaluar, ende shton spekulime, por është bën redaktime të mëdha. E kuptoj. Gjithashtu. Po, por duket, domethënë tani pavarësisht se u munduan ta përdorin demokratët kundër zotit Trump, më pas pjesë e saj ishte edhe Bill Clinton, një nga figurat më të shquara të demokratëve. Së fundmi, në dokumentet e reja, duket se doli dhe ylli në ngjitje i demokratëve Zoran Mamdani, pra duket se Joma kishte qenë një njohje e Epstein, kur Mamdani ishte i vogël, duhet thënë, por prap hijet bien, po themi edhe mbi këtë figurë të re të demokratëve. Të them drejtën, nuk jam informuar me Jo, në detaja si s'është informuar, thjesht po them në imazhet edhe në ato çfarë debatet apo përplasjet brenda demokratëve dhe republikanëve për këtë çështje. Duket se s'ka të fituar e kisha. Jo, ju keni plotësisht drejt. Aty nuk ka të fituar, ka të humbur, është një skandal i përmasa diçka të paimagjinueshme, një person i tillë me atë reputacion të tillë që kurse se s'mund ta kesh quajtur me reputacion pozitiv, të arri të infiltroj njerëz, të tërheq njerëz në atë oborrën e tij. Prandaj them se duhet të ketë krijuar një lloj trendi i gjithë atyne njerëzve që kanë pas akses në fuqi, në institucione financiare, akademike, politike, që ta vizitojnë këtë lloj parajse, si quhen, lëvizje, sepse ai ka pas duket disa vende të tilla, edhe ka shërbyer si një lloj promovimi këtyre njerëzve, se sa kanë vëllë garën kush se a do të vizitoj Jeffrey Epstein oborrën e tij apo jo. Është diçka e ka cënuar shumë etikën dhe moralin e gjitha këtyre fushave. Njerëzit në këto fusha, gjitha vendet e perëndimit. Po, është tepër tragjike, ju keni drejt, nuk ka fitues, ka vetëm humbës. E kuptoj. Deri ku do të shkojë kjo? Tash janë edhe mbi gjysma e këtyre dosjeve, ende pa publikuara, pritet ende drama të ndryshme, priten ende sa do të ketë redaktime, por redaktimet janë ato që, si themi, e mbajnë gjallë këto konspiracionin se çka është bërë, çka s'është bërë, sepse ato po të zbulohen një herë, bëhet nomi dhe fillon gazere, po ato po e mbajnë gjallë, vetë redaktimi tyne e mbajnë gjallë sagën. E kuptoj. Zotri Azemi, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbar. Faleminderit. Ditë mirë.